Idrizova vazhdon të mbetet pas zgjidhje, ndërkohë që nxënësve ushtohen orët e humbura nga mësimi. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri tha se çdo ditë e humbur është në dëm të fëmijëve, ndërkohë bëri thirrje prindërve, posaçërisht nxënësve maqedonas, të tregojnë shkakun e vërtetë të bojkotit. Sipas Shaqirit, prindërit ankohen për mungesa hapësirash në shkollë, mirëpo nga ana e tyre ose komunës kur nuk është bërë kërkesë për ndërtim të një objekti shtesë. U bëjmë thirrje të gjithë prindërve pa dallime etnie revoltën e tyre ose bojkotin për çfarëdo lloj vendimi mos ta marrin në dëm të fëmijëve. Ne kemi pas disa takime dhe kur nuk është thënë se në shkollën në Njegosh hapja paralele së re do të shkaktoj dëm nxënësve tjerë që tashmë ndjekin mësimin. Nëse themi se nuk ka hapësirë në shkollën e njëjtë, unë ju thash se duhet të dorëzoj projekt për objekt shtesë, deklaroi Jeton Shaqiri, ministri i Arsimit. Nga komuna e Gazibabës thanë se nuk ka asnjë qendrim të ri derisa kreu i komunës nuk kthehet nga udhëtimi zyrtar. Mirëpo ministri i Arsimit Shaqiri kujtoi se të gjithë përgjegjësit do t'japin llogari për orët e humbura. 13 nxënësit shqiptar të Idrizovës akoma nuk kanë nisur klasën e 6 në vitin e ri shkollor për shkak se në shkollën fillore Njegosh të komunës së Gazibabës nuk realizohet mësimi shqip nga klasa e 6 deri në të 9-ën. Komuna e Gazibabës zgjidhjen e problemit e shen në ndërtimin e një shkolle të re në Idrizovë dhe përkohësisht organizimin e transportit falas për në shkollën fillore të fshatit Ognjanjc të komunës Petrovec. Javën me bojkot të mësimit e ka nisur edhe nxënësit maqedonas të kësaj shkolle.